Sot është data 28 nëntor dhe kam marrë të shesh Skënderbej sepse kam marrë një pamje komplet fantastike. Sot ky shesh duket si zemra gjithë shqiptarisë. Shoqërini 2 sekonda me mua t'ju tregoj se çfarë po ndodh këtu. Ka shumë njerëz që janë veshur kuqezi, me bluza, me flamuj që i mbaj lart si trofe. Ka shumë fëmijë me fytyrat pikturuara. Dhe ka dhe shumë moshuar që rinë krah flamurit sikur po e mbajnë historinë në krah. Ço shkollë jeni? Bravo, bravo. Sa po ka filluar ceremonia flamurit. Është një llojini në fond. Dhe për një çast i sheshi jeshtë. Flamurit të përbashkuar, kush është burë, nuk frigohet. Dhe po ju lë me këto vargje të Fajkonicës. Flamur të ngrinin në erë, me shqiponjen me dy krerë. Dhe në vend tuaj të roni, si të doni e si të thoni. Gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e flamurit, gëzuar gjithëve. Bravo. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit. Kjo është një moment shumë i veçantë. Ky shesh ka pas shumë evente. Po kjo e datës 28 i kalon gjitha. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.